Unë po ju them, zoti Trump nuk fal. Zotëri, Trump në 24 muajt e para, nga dita kur është emëruar dhe është betuar, po bën një agent ndërkombëtare, zotëri. Ai e di shumë mirë çfarë është thënë në emrin dhe kurrizin e tij. Ai e di shumë mirë çfarë ka thënë Edi Rama kundër tij. Ai di shumë mirë që tallja e Ramës ka ardhur si një tallje përbuzje. Dhe Rama mendonte që Partia Demokratike Amerikane do ta merrte në favorin e tyre kundër Trumpit. Dhe madje çfarë bërë? Një gazetë socialiste, mos gaboj kush është shkon nga e majta, e mori dhe vori artikullin e parë. Pra, e kupton në cilën situatë ndodhet zoti Rama në linjën Trump. Se linja Trump, zotri, është linjë më e fortë se Departamenti Amerikan i Shtetit sot. Trumpi po bën një punë spektakolare në aspektin ndërkombëtar, që nesër kur të iki nga presidenti që do të marri detyrën dhe vjen nga republikanët amerikanë të vazhdoj linjën e Trumpit, sepse Trumpi kërkon të lejë histori globale. Pra, me lindjen e mesme, me Europën, me Rusin, edhe në fund fare me Ballkanin Perëndimor. E pat rastin ju që zoti Grenev doli për Kosovën dhe i tha Albinit, Albini tha, në janar të 2025-s, Albini sot është kryeministri i Kosovës, as bët fjalë të jetë kryeministri i Kosovës. Prandaj, ju mos mendoni se ndërprerja e komunikimit të Shteteve Bashkuara të Amerikës së linjës Trump me qeverinë e Kosovës nuk do të ketë një impakt në Shqipëri. Dhe ka impakt në Shqipëri, po asnjëri nuk ka guximin të thotë, dhe ne kemi guximin të themi që do shpallen edhe do të shpallen vazhdimisht armiq ata të cilët kanë punuar gjithmonë për të goditur presidentin Trump. Prandaj, unë them tek ju që zoti Trump nuk harron dhe përveç kësaj, zoti Trump është i mirë informuar, po ju a them me bindje të plot, absolute, për çdo gjë që ka të bëjë me interesin e Shteteve të Bashkuar të Amerikës që kalojnë edhe nga Tirana. Jam i bindur që ka njerëz që thonë që Trumpi nuk ka pse të merret me Shqipërinë, por mos harroni një fakt, sepse ne duhet ta themi dhe duhet ja përsërisim njerëzit. Ata të cilët sot në këto momente thonë nuk merret Amerika me ne, e bën sepse dje u merr ka Amerika me Biden i vendos të Shqipërinë përpara. Sot që Shqipëria nuk qeka përpara nëpërmjet Rama përpara, disa analistë thonë që Amerika nuk ka pse të merret me ne. Po unë ju e them këtë gjë dhe mbajini mend të sigurt e keni këtë. Në mënyrë absolute, zoti Trump ka në zyrën e tij të gjithë videot që tregojnë zotin Rama që ka folur kundër zotit Trump. Përveç kësaj, zoti Trump ka në zyrën e tij politikbërën shqiptare, mënyra se si janë arrestuar, proceduar politikanët shqiptar dhe në një moment të caktuar zoti Trump në një moment të duhur do të ftojë Ramën në një takim. Por takimi nuk do jetë legitimitet. Do jetë se ai takimi i që tham, kush është ai ambasadori që ka folur për mua dhe do ta ketë aty. Tani a do jetë takimi në një summit, do jetë takimi në shtëpinë e bardhë, po do jetë një takim diskreditues ndaj zotit Rama. Jo, e ka stil të tij politik që i diskrediton publikisht aktorët politik me të cilët përballet, ashtu siç ishte edhe në rastin e presidentit francez Emmanuel Macron, me të cilin shtrëngoi duar në mënyrë krejt çuditshme dhe i tha që më ke zgënjur dhe nuk do të ta fal atë që ke bërë. Tani kjo bëj fjalë për qëndrimin e tij për lindjen e mesme apo për talljen me të cilën bëri Rama kundrejt Trumpit, ku ishte i pranishëm edhe Macronit, kjo mbetet për tu parë. Jo, më dëgjoj. Lindjen e mesme, 1. Ukrainën 2, Trumpi ja ka marrë europianëve nga dora. Ja ka marrë, nuk ekzistojnë europianë, le çfarë mashtrime janë këto more. E ma mena dhe samitin e mashtrimit që erdhën na bërën këtu në Tiranë, erdhën bërën gjithë këto edhe Trumpi mori telefon Macronin ose Macroni tha, "Ua sa shumë i zhgënjur jam se nuk kam marrë tek ju, do vija patjetër do vi." A kupton? Dhe mashtrime publike këto tani, tallën ato me pa
sa i mirë je, sa i bukur je, sa jo, kthe kokën në çfarë gjë ka ky. E rrif ka gruaja. Pra, ti duhet kuptosh këtë gjë. Çfarë? Trumpi nuk ka nevojë të jetë protagonist dikush tjetër përveç ti. Pra ai duhet të jetë protagonist i gjithçkaje. Trumpi tha Macronit, ty të rafi gruaja, unë do të bëj që të flasësh me veten. Çfarë do të thotë? Që unë do të them ty dhe Ramës atë që më bët mua në summitin atje për duke bërë sikur unë kisha ngatruar apo ngatrova Shqipërinë me një vend tjetër. Prandaj, po ajo që duhet të vendosim njerëzit të kenë në memorin e tyre është kur bën një person gabim të vazhdueshëm ndaj një gjëje të vetme, do të thotë që ky person ka folur për këtë gjë. Ka folur patjetër. Nuk ka mundësi që ai të bëjë gabim në të njëjtën vend ku di shumë mirë që dhe të paktën po ka bërë një herë, i vjen letra aty dhe i thotë korrigjoje, nuk është Albania, është Armenia, supozoj. A kupton? Prandaj ju ta dini që linja Trump është shumë e fortë dhe do të shpallen non grata, do të kemi procedime, do të kemi shumë goditje në Republikën e Shqipërisë dhe ju do të dini vetëm këtë gjë, që është e sigurt, që disa goditje do jenë sekrete. Pse do jenë sekrete? Sepse nuk duhet të dalë në opinionin publik që janë goditur. Pra, dikujt nuk është dhënë viza. Nuk do jepen vizat. Kanë ikur vizat për disa. Mbajeni mend nga ana ime. Kanë ikur vizat me kohë. Thjesht ata kanë një vizë të xhepi dhe thjesht e mbajnë. Kur shkojnë atje, e thënë ktheu pak zotëri se viza ka ikur. Të ka ardhur njoftimi, por ke bërë sikur nuk të ka ardhur. Po të vjen në emailin tënd dhe ke aty të rezervuar. Prandaj unë duhet të them që linja Trump është gjë tjetër, nuk mund të vendoset të barazohet me pjesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të departamenteve. Pra ta drejtësisë amerikane apo të departamentit amerikan të shtetit. Por ajo që unë duhet të them është që linja Trump është më e fortë se këto linjat e tjera. Avokat, të ndaremi pak te Erion Veliaj, ku së fundmi janë gjetur në burgun e Durrësit aparate celulare të fshehura në dyert e gabinave të dushit pranë ambientet e përbashkëta që ndajnë të burgosurit. Në këtë rast kjo ngjarje sa lidhje ka me Erion Veliajin dhe a vazhdon Erion Veliaj që t'i lëviz fijet nga qelia me aktorët e tij që ka jashtë burgut? Shiko, kontrollet në burgje janë kontrollet të cilët bëhen që na vërtetojnë në shumë të rasteve që ka një dështim total të menaxhimit të burgjeve. Shikojmë që në burgje nuk ekziston ajo siguria e dur që duhet të ekzistojë, por në rastin që zoti Veliaj mund të përdor një aparat, nuk mund të faktohet sepse në të njëjtën kohë dikush mund t'ia marrë edhe të marrë ai sikur ai e ka bërë një lëvizje të tillë dhe një aparat është futur në burg. Pra, ka një monitorim, ka një mundësi që personi të flasë të bëjë vetë disa lëvizje, po deri aty që mos të cenohet më rënd imazhi i tij, po edhe vetë procedimi penal, sepse është mjaft të shqetësuese fakti që ndaj zotit Erion Veliaj, për rastin e tij, prokuroria ka qenë kaq shumë e investuar që akoma edhe frymarrjen e tij ta kishin në monitorim në momentin sa po fut në burg. Është shqetësuese ky fakt, sepse aty kupton qartazi se si një prokurori politike, e cila i shërben një personit, shkon edhe futet në një luftë ose në një luftë lloj të brendshëm në Partinë Socialiste, duke vendosur zotin Veliaj në regjim apo në monitorim të dytë, pavarësisht se ai ishte tani e tutje në mbikëqyrjen e shtetit shqiptar. Pra, edhe mënyra se si ju thatë për punën e burgut të Durrësit, sigurisht që çdo sent i palishëm sigurisht i ka shërbyer pushtetit politik.